Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Së gjithmonë falenderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, Muhamedit, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshëm. Sonte me lenin Allahu te barek ve teala do të vazhdojmë me shpjegimin e librit të Imam Buhariut El-Adab El-Mufrad. Respektivisht do të flasim për disa kapituj që kanë bëjnë me respektimin e prindërve. Në takimet e kaluara kemi shpjeguar disa kapituj që po kështu kanë pasur për tematik të çështje. Edhe sonte me lenin Allahu te barek ve teala do të vazhdojmë me kapitujt të cilët për temë kanë respektimin e prindërve. Sonte do të fillojmë me kapitullin e 12, cilën Imam Buhariu, Allah pas mëshiruar, e ka emërtuar kësaj njeriu nuk i shan prindrit e tij. Në takimin e kaluar kemi përmendur se një prej mëkateve të mëdha është edhe kur njeriu i mallkon prindrit e tij. Në këtë kapitull Imam Buhariu, Allah mëshiroft, na flet për një formë tjetër të mos respektimit, atë të sharjes së prindërve. Imam Buhariu e citon hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, në të cilin qëndron se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: min al-kaba'ir an yashtima ar-rajulu walidayhi. Është prej gjunaheve të mëdha, është prej mëkateve të mëdha, është prej gabimeve të mëdha që njeriu t'i shanë prindrit e tij. Për shkak se nuk është normale, nuk është e rëndësishme që njeriu t'i shanë prindrit e tij, prandaj e kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu wassalam, kayfa yashtim, si ndodh që njeriu t'i shanë prindrit e tij ose si shanë prindrit e tij. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: yashtimu ar-rajula fa yashtumu abahu wa ummah. Kur njeriu e shan dikë tjetër, ja shan babain dhe nënën, atëherë bëhet shkak që të tjerat ja shajnë këtij babain dhe nënën. Pra në këtë hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam po flet për dy gjëra. E para që në parim t'i shash prindrit është prej mëkateve më të mëdha, dhe e dyta që sharja ka një koncept të zgjeruar që e përfshin edhe rastet kur njeriu në mënyrë të tërthartë bëhet shkak që dikush t'ia shajë prindrit e tij. Pra, nëse e sham babain e dikujt ose nënën e dikujt dhe pastaj dikush ta kthen me sharje, në këtë rast konsiderohesh që edhe e ke sharë babain ose nënën tënde. Po kështu Imam Buhariu ka përmendur edhe një citat nga vetë transmetuesi i këtij hadithi, nga sahabiu nderuar Abdullah ibn Amri, i cili ka thënë kësaj: min al-kabari inda Allahi ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Tek Zoti është prej gjunaheve të mëdha që njeriu të bëhet shkaktar për sharjen e prindërve të tij. Pra, përveç që ka transmetuar hadithin ky sahabi nderuar, po kështu ka treguar se është prej gjunave të mëdha, është prej gabimeve të mëdha që njeriu bëhet shkak që t'i shahen prindërit e tij. Sikur ka dashur me këtë që na e kujtoi neve se ndonjëherë disa gjëra që ne i marrim ndoshta jo për të mëdha, ato në fakt tek Allahu te barek ve teala mund të jenë shumë të rrezikshme. Dhe jo rastësisht Allahu ka thënë në Kur'an: wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim. Ju po e merrni për gjuna të vogël, për mëkat të vogël, ndërsa tek Allahu te barek ve teala është mëkat i madh. Pastaj imami ka vazhduar me kapituj tjerë në të cilët ka përmendur disa prej atyre ndëshkimeve që janë të veçanta për mos respektimin e prindërve. Ka përmendur në kapitullin e 13 se ne ka emërtuar kësaj dënimi për mos bindjen ndaj prindërve. Ka përmendur një hadith që është i veçantë dhe i cili e trajton ndëshkimin për mos respektimin ndaj prindërve nga një formë ose nga një perspektivë e veçantë. Ebu Bekra radiallahu anhu transmeton se Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë kësaj: nuk ka mëkate që meritojnë t'ju përshpejtohet dënimi kryerësve të tyre në këtë botë me gjithë dënimin që deponohet në botën tjetër,
sikur mëkati i dhunës dhe shkputjes së lidhjeve farefisnore. Pra, prej atyre mëkateve që kanë dënim të dyfisht, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, është dhuna, padrejtësia, dhe shkputja e lidhjeve farefisnore në përgjithësi, dhe shkputja e lidhjes me prindrit në veçanti. Pra, kjo flet se mëkati ndaj prindërve, kundërshtimi prindërve, mosbindja ndaj tyre, është vërtet prej gabimeve të mëdha që ka një dënim të madh. Madje në kapitullin vijues, Imam Buhariu, Allah e mëshiroft, ka përmendur diçka të veçantë që këtij dënimi që është për njeriu që nuk i bindet prindërve të tij, i jep një dimension tërësisht të veçantë. Ka përmendur se kapitulli 14, lutja e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, ka përmendur se janë 3 lutje që nuk refuzohen tek Allahu te bareke ve teala. Para, lutja e atij që i është bërë padrejtësi, e dyta, lutja e udhëtarit, dhe e treta, lutja e prindit për ose kundër fëmijës së tij. Pra, janë 3 lutje të veçanta të cilat Allahu te bareke ve teala nuk i refuzon, dhe në mesin e tyre është edhe lutja për ose kundër fëmijës. Në fakt, në tekst, në hadith ka ardhur lutja e prindit kundër fëmijës. Dhe përderisa bëhet fjalë për ndëshkim, atëherë kësaj edhe interpretohet ky hadith, pra që ai fëmijë i cili nuk i bindet prindërve të tij, ai në fakt i është ekspozuar dënimit të Allahut te bareke ve teala, nga se lutja e prindit që mund të bëhet kundër tij është prej atyre lutjeve që nuk refuzohen. Sigurisht se neve na intereson përse janë përmendur to 3 lloj të lutjeve dhe çfarë i bën të veçanta, pra lutjet që nuk refuzohen. E para, lutja e atij që i është bërë padrejtësi nuk refuzohet për faktin se përderisa është bërë padrejtësi, atëherë Allahu te bareke ve teala është në anën e tij, është në ndihmën e tij dhe do të hakmerret ndaj atyre të cilët i kanë bërë padrejtësi. E dyta, lutja e udhëtarit që për shkak se është në rrugë, është i lodhur, pra ka një gjendje të atill që lutja shpresohet të pranohet tek ai më shumë se sa tek tjerët. Dhe e treta, lutja e prindit kundër fëmijës pranohet për shkak të pozitës që prindi e ka në fe. Ne, siç kemi mësuar, pas Allahut te bareke ve teala dhe pas dërguarit të tij, nuk ka dikush që ka pozitë më të madhe dhe meriton respekt më të madh se sa prindi. Prandaj lutja e tij që bëhet kundër fëmijës është prej lutjeve të pranuara. Më pas, Imam Buhariu ka përmendur një hadith interesant, në cilin na tregohet se edhe sa pak mosbindje ndaj prindit mund të çojë në dënim madje edhe të një lloji të veçantë. Ka përmendur hadithin e Xhurejxhit, dhe ky hadith është transmetuar nga Abu Huraira, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili thotë se Muhamedi alayhis salam ka thënë: nuk kanë folur në djep përveç se Isai alayhis salam dhe Xhurejxhi. Pastaj e ka përmendur në tërësi rastin e Xhurejxhit, i cili ka qenë një adhurues në një faltore, ku pastaj një ditë duke qenë në namaz fakultativ ka shkuar nëna e tij, e ka thirrur dhe ai ka thënë: o Zot, namazi apo nëna? Dhe ka vendosur që të mos i përgjigjet nënës, por të përgjigjet të vazhdoj me namaz. Nëna e tij është lutur që Allahu ta sprovojë që t'i sheh fytyrat e lavireve. Pastaj në vazhdim të hadithit përmendet se një grua e pandershme e ka akuzuar për moral Xhurejxhin. Dhe duke qenë se ka qenë emër i njohur, pra njeri që e kanë respektuar për shkak të fetarisë së tij, kur lajmi ka shkuar mbretit se ky njeri Xhurejxhi ka bërë zina, ka bërë prostitucion, ka urdhëruar që t'i rrënojnë faltoren dhe ta sjellin për dëshmi tek ai. Rrugës duke shkuar Xhurejxhi, ka qenë i lidhur, madje në hadith përshkruhet se ka qenë me duart të lidhura, i ka parë disa gra të pambuluara.
dhe ka buzëqeshur. Ka shkuar pastaj tek mbreti dhe e ka mohuar që ka bërë një gjë të tillë, ka kërkuar që t'ia sjellin foshnjën, nga se kjo gruaja e pandershme ka mbetur me barë dhe ka lindur fëmijë, e ka prekur foshnjën dhe foshnja ka folur, ka treguar se babai i tij nuk është Xhuregji, por është çobani. Atëherë mbreti i ka kërkuar falje, ka urdhëruar që t'i ndërtohet sërish faltoria dhe ka pyetur se duke ardhur tek ai ka buzëqeshur, cili është shkaku. Atëherë Xhuregji i ka treguar rastin, i ka treguar se ka qenë duke u falur, ka ardhur nëna e tij, nuk i është përgjigjur dhe është lutur kundër tij. Dhe megjithëse kjo që i ka ndodhur Xhuregjit është pranimi i lutjes së nënës së tij. Prandaj dietarët e me tekst të veçantë Ibn Haxheri ka thënë se në qoftë se je në namaz fakultativ, në namaz vullnetar, në namaz sunet, dhe të thret prindi, e ke për obligim që ti përgjigjesh prindit, nga se përgjigja ndaj prindit është më parsore se sa namazi vullnetar. Thjesht ajo që përfitohet nga ky hadith është se në qoftë se edhe për pak mosbindje ndaj prindit mund dëshkohesh kësaj, atëherë cili mund t'jetë ndëshkimi për atë që refuzon prindrit, ose i shan, ose i fyen, ose Allah na ruaj, siç dëgjojmë e shohim, edhe që i rrahin ose edhe i mbysin fare. Imam Buhariu pastaj ka vazhduar me një kapitull interesant në cilin e ka emërtuar kësaj prezantimi i Islamit para nënës së krishtere. Jo rrallë për shkak të ndoshta dëshirës së flakt që t'i udhëzojmë prindit, ose ndonjëherë për shkak të bindjeve të gabuara ne bëhemi shkak që të kemi sjellje të këqija me prindrit tanë. Imam Buhariu e ka sjell këtë hadith për të na treguar neve se mënyra se si të rrasim ne prindrit, edhe nëse janë madje jo besimtar, duhet që t'jetë e veçantë, në mënyrë që të tregojmë edhe kulturë, por edhe të mos bëhemi shkak për ndoshta arrogancë më të madhe të tyre ndaj fesë, kundërshtim më të hapur ndaj fesë. Pra sjelljet tona të mos jenë shkak që prindrit tanë të ngulin këmbë edhe më shumë në mëkatet e tyre. Ai ka përmendur rastin e Ebu Hurerës, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: nuk ka njeri i cili dëgjon për mua, e që nuk do të më doj. Do të më doj nga se është lutur Muhamedi alayhi salatu wasalam që Allahu mua dhe nënën time të na bëj të dashur për secilin besimtar. Pastaj ka treguar rastin e tij, se si nëna e tij është përpjekur që ta udhëzojë nënën e tij, por ajo ka refuzuar. Pastaj ka shkuar tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja ka treguar këtë gjë, dhe kur është kthyer e ka parë që nëna e tij tashmë është bërë muslimane. Është kthyer sërish tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe i ka treguar se nëna e tij është bërë muslimane. Në të vërtetë, ky version i cilin e ka përmendur Imam Buhariu në këtë libër është një prej versioneve të këtij hadithi. Në Sahihun e Buhariut dhe në atë të Muslimit përmendet se ajo madje ka thënë edhe fjalë të rënda paksa për Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra ka kundërshtuar, mirë po edhe ka thënë fjalë të rënda. Dhe me gjithë këtë, Ebu Hurere radiallahu anhu është përmbajtur, nuk ka folur keq, nuk ka thënë ndonjë fjalë, nuk i ka thënë nëse di ndonjë fjalë, por ka vendosur që të lutet për të, ka shkuar tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka kërkuar prej tij që të lutet për nënën e tij dhe ajo e ka pranuar Islamin. Pra ajo që neve na përket është ne me prindrit tanë, me ta fëmijët tanë që nuk mund mos jenë fetar ose mund mos jenë fare musliman, na duhet që të zgjedhim rrugën e butësisë, rrugën e lutjes, dhe jo t'ua prezantojmë fenë në mënyrë të vrazhtë, nga se veçmës nëse janë prindrit tanë, nga se mund bëhemi shkak që të mos hyjnë ata fare në fe. Pastaj Imam Buhariu, Allah mëshiroft, ka përmendur disa kapituj, ka përmendur disa hadithe në kapitullin vijues që kanë bëjnë me mënyrat se si ne i respektojmë prindrit tanë pas vdekjes.
ka përmendur hadithin e parë në cilin qëndron se Ebu Hurajra radiallahu anhu e ka cituar Muhamedit alayhis salam të ketë thënë, fëmijës prindit në xhenet do t'i rritet grada, e ai do të pyet, o Zoti im, prej nga kjo? Atëherë Zoti do t'i thotë, fëmia është lutur për ty. Pra kur njeriu të vdes dhe kur t'i ngriten gradat, ai do t'i interesohet se prej nga çfarë ka ndodhur dhe do t'i thuhet se fëmia është lutur për ty. Pra lutja jonë për prindin e vdekur, për prindin musliman të vdekur, ndikon që ati edhe t'i falen mëkatet, por Allahu te bareke ve teala edhe ta ngrit. Po kështu ka përmendur hadithin cilin përshkruhet se pas vdekjes së njeriut janë 3 rrugë, janë 3 mënyra në të cilat njeriut e vazhdohet sevapi për veprat e tij edhe pas vdekjes. Rasti i parë është kur jepet lëmosh, rasti i dytë është kur shpërndahet dituria dhe rasti i tretë kur fëmia i mirë lutet për të. Pra lutja në të dyja hadithet konfirmohet si mënyrë për të cilës prindi përfiton pas vdekjes. Po kështu Imam Buhariu ka përmendur se një hadith tjetër transmetuan nga Ibn Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të dy, mirësjellja më e mirë me prindin pas vdekjes është që ti respektohen dashamirët e gjallë. Pra respektimi për prindërit është forma të ndryshme. Dhe një prej atyre formave që mund të ketë një shpërblim teje të madh, mund të ketë një ndikim tek prindi i vdekur, është kur fëmia i respekton dashamirët e gjallë të babait. Në kapitullin që për sonte është kapitulli i fundit, Imam Buhariu ka përmendur një lloj etike të cilën fëmia duhet ta ketë me prindin e tij. Pra prindi dallon prej tjerëve në respektim dhe po kështu dallon edhe në kuptim të etikës. E ka emërtuar kapitullin kësaj, babai nuk thirret me emër, nuk ulet para tij dhe nuk ecet para tij. Ai ka përmendur hadithin në të cilin Urve ose dikush tjetër citon, transmeton Ebu Hurajrin, i cili ka parë dikë tek ka ecur para babait të tij. Dhe i ka thënë, mos e thirr baban me emër, mos ec para tij dhe mos ul para tij. Pra nuk është etik fetare që babain ta thrasësh në emër. Mund ta thrasësh me emër përkthjelës. Për shembull, në Kur'an Allahu te bareke ve teala na ka treguar se Ibrahimi alayhis salam baban e tij megjithëse ka kundërshtuar në fe, madje edhe ka luftuar, nuk e ka thirrur me emër, por e ka thirrur me emra përkthjelës. Ja ebeti, o babaim. E dyta na përmendet se është etik që ne të mos ecim para prindit. Pra gjatë ditës kur rruga është e sigurt, fëmijës nuk i përket që të ecë para prindit të tij. Këtë mund ta bëj vetëm gjatë natës ose në rrugë që nuk janë të sigurta, pra që jo të ecën para prindit, por të ketë kujdes që babai i tij të mos rrëzohet ose të mos bie në ndonjë grop, dhe e treta të mos ulet para tij në një mezhlis, në një vend. Në fillim duhet t'i bëj vend babait të tij e pastaj të tjerëve. Me këtë edhe përmbyllim këtë kapitull që ka të bëjë me respektimin e prindërve. Allahun te bareke ve teala lutim që Allahu të na vëj prej atyre që janë të mirësjellshëm me prindërit në të gjallë, prej atyre që luten dhe bëjnë vepra të mira, nga të cilat përfitojnë prindërit edhe pas vdekjes së tyre. Allahun e lutim që Allahu të na bëj sebeb për prindërit tanë që atyre t'ju ngriten gradat në xhenet. Allahun e lutem që për gabime dhe lëshime Allahu të na fal. Kaq kishim për sonte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.